Me ti takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për pejgamberin tonë alayhis salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit, xhamati i dashur. Sot është xumaja e dytë e muajit të Ramazanit. E lutim Allahun e Madhnueshëm që ditët e kaluara që i kaluam, Zoti neve të na mundsojmë pra me ibadete, me vepra të mira e me punë të mira. Lutim Allahun e Madhnueshëm që ky agjerimi jon dhe çdo vepër e jon e mira të cilën jemi duke e bërë, le të jetë nesër në peshon e veprave tona të mira. Në ditën kur nuk do të ban pas dobi as pasuria e as fëmijët, vetëm ai njeri i cili ka ardhur me zemër e me punë të mira. Lutim Allahun që neve të na mbron nga azabi i varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, të na mbron nga borxhi. E lutim Allahun xhamat në këtë ditë xumaje që fëmijët e tonë të cilët i duam shumë, ata t'i udhëzon në rrugën e drejtë, i drejton. Zoti e boft neve që gjithë besimtarëve ditën kur do dalmi para Allahut me dal faqebar. E inshallah kur dalim prej kësaj bote, me dal me iman duke thënë la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, amin. Javën e kaluar xhamat përmendëm se si duhet të mbrohemi prej mëkateve dhe cilët janë ato shkaqet me të cilët besimtari duhet të ketë parasysh në jetën e tij, mos bëhet peng i kurthave të vezveseve të shejtanit. Inshallah këtë xhamat do të folmi se si besimtari duhet ta kundërshton epshin e tij, si duhet ta kundërshton armikun që e bart me vete çdo njeri dhe si duhet pra të mobilizohet mirë e më mirë dhe të jetë edhe triumfues ndaj tij. I dashur xhamat, njeriu është qenia më e përsosur e Allahut në tokë. Ata e krijoi pra në formë më të përsosur dhe i dha intelektin e tij si dëshmi konkrete. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thënë: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim", vërtet ne krijuam njeriu në formën më të bukur. Kjo formë e bukur dhe e përsosur xhamat, sigurisht para çdo gjaje ka të bëjë me intelektin e tij, e jo vetëm me fizikun dhe bukurinë pamore a priori. Nga se këto të fundit xhamat, fiziku dhe pamja e bukur nuk kanë kuptim, po mos ishte pra intelekti që e bart njeriu dhe Zoti e ka dalluar nga krijesat tjera. E krahas mendjes logjikës së shëndosh, Allahu që i ka dhënë për njeriu, njëjtën kohë ja ka vënë pra në trupin e çdo njeriu elementin e epshit, elementin e nefsit, i cili Zoti e ka vu ata për qëllime të pastra. Kështu që ta kemi të qartë xhamat në fillim se është e pamundur njeriu të jeton pra në shkallën, po them kështu kushtimisht, në shkallën e melaçeve, por ne jemi njerëz dhe njeriu ka nevojë edhe për anën e nefsit edhe për anën pra të epshit. Mirë po, me mundësi gjithmonë të shumta të devijimit, që ka raste kur njeriu devijon si rezultat i nënshtrimit të epshit të tij, pa përdor pra imanin e tij, pa e vënë në praktik dhe pa përdor edhe logjikën edhe intelektin Zotit që ja ka thënë çdo njeri. Atëherë xhamat, ai i cili kundërshton pra epshin e tij, ky njeri është i larguar nga mëkati. Dhe ai i cili i nënshtrohet epshit të tij është më afër të qenurit të haramit. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thënë kështu: "E ke parë ti atë që për Zot e merr epshin e vet." Nuk bëhet fjalë xhamat për Zot ata çfarë na po mendojnë Zotin krijuesin ton, por për Zot që udhëheq pranë jetën e tij drejt humnerës dhe fundosjes në mëkatet e tij. Prandaj epshi do të marrë kahjen e gabuar vetëm atëherë kur nuk i shërben qëllimit të pastër. Epshi ka për të marrë pra kahjen e gabuar vetëm atëherë nëse kur nuk i shërben qëllimit të pastër. E themi këtë sepse
shohim disa të cilët thirrin në të ndaluar, thirrin në haram, për shembull në bashkëjetesë, jo me pas martesë, jo me pas kunor, po në bashkëjetesë. Bashkëjetesa e ka kuptimin xhamat, një djalë i ri, edhe një vajzë e re, ata me kalu 6 muaj, e 1 muaj, e 2 vjet me kalu, edhe pastaj mi prish pak raportet, edhe unë follov njani me tjetrin, u kri kjo do një. Pastaj martesë, sa shtajo po, martesat të njëjtës gjini, edhe kjo është një shkatrim total kur mundohen njerëzit kinë se unë për të pas liri xhamat. Jo xhamat, a dini kur ka kuptim liria? Liria ka kuptim kur ka kufi, kur është i përcaktuar me liria jeme, që kjo është kufi. Ke pati kur shkon me një vend dikun, edhe nuk sheh shenja në rrugë të komunikacionit, nuk sheh fare. As nuk e di ku janë vijet e plota, as nuk e di ku janë vijet e ndara. Nuk e di shti a me te i kalu, apo mos me te i kalu. Nësa me qu, a ka kthes këtu, a s'ka kthes. Në vendi pa njërë, shka ki me thonë ti, rrezik, pëse s'po thue, unë po qoj qish du. Sa du qoj se voziti me kerrin tem se tamam që tu e pas na fraj, unë po i bi katë në gjatën shmojt. Jo ti e rrezikon jetën tënde, pse nuk i shenja në komunikacion. Prandaj xhamat, me pas shenjat, po them kështu, kushtimisht komunikacionit në jetën tënde, ke me paset liria jote, vërtet është e kufizume, po liria jote merr kuptim, ndërkaq ata të cilët thirrin në shturje, ata të cilët thirrin në epshin në një dhe asgjë tjetër, këta njerëz kanë humbur këtë botë edhe kanë humbur botën tjetër sigurisht. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, besimtari nuk do ta plotësoj imanin e tij përderisa edhe epshin nuk e ka në atë vi me të cilën u kam ardhur unë juve. Kështu thot pejgamberi Allahut. Besimtari nuk e plotëson imanin e tij përderisa edhe epshin e tij nuk e ka në atë vi me të cilën u kam ardhur unë juve. Përmendet me një rast xhamat se Abdurrahman ibn Mahdi ka thonë, e kam parë Sufjan Theuriun në ëndër dhe i thash atij, çfarë bëri Zoti me ty? Ai u përgjigj, pasi që hira në varrin tim, qëndrova për Allahut, i cili më llogariti me një llogaritë të lehtë. Pastaj më urdhëroi të hi në xhennet. Bëhet fjalë për Sufjan Theuriun. Në momentin që përjetoja begatitë e Allahut në xhennet, dëgjova një zë që thoshte Sufjan ibn Said. I thash, po, unë jam. Zëri më tha, a e mban në mend se ti ke lënë gjurmë tek Allahu një ditë kur u ndale, kur frenove epshin tënd? I thash, po, pasha Zotin e mbaj në mend. Pastaj tha, ti u ndale, kalove për një situatë të rëndë dhe ti e ndale epshin tënd nga ndaluara dhe ja sot Zoti ti po të respekton dhe po shpërblen me këto mirësi dhe begati në xhennet. Shiko xhamat, çfarë nderi Allahu ti edhe mua dhe qetrin e ban për atë njeri i cili e mposht epshin jashtë asaj çfarë ka përcaktu Allahu i Madhnueshëm dhe pejgamberi jon alayhis salam. Një nga dietarët Abdurrahman Turejfi ka thonë kështu, logjika dhe epshi bëjnë luftë mes vete. Për arsyeja, çish dush thuj, logjika, intelekti, mendja shëndosh bëjnë luftë mes vete. Nëse logjika e mund epshin, atëherë njeriu udhëzohet në fe, pra është një besimtar i mirë. Është një besimtar i mirë. E nëse epshi e mund logjikën, atëherë ai njeri pra shkatërrohet. Prandaj kushdo që është njeri do dëshiron më kon njeri mirë, pra besimtar i mirë, duhet ta përdor pra logjikën e shëndos, arsyen e tij, që ai njeri pra të jetë një njeri i udhëzuar në këtë fe. Ata që e kanë poshtë pra epshi i tij, ki njeri pra do të shkatërrohet. Dhe kjo është si një dukuri negative që paraqiten shoqërinë tonë dhe më në fund ai thotë, ndoshta Zoti e ka shkruar çështo, jo burra jo, na përderisa Allahu neve na ka dalluar nga krijesat tjera,
Zotin e ka dhënë mendjen, e ka dhënë logjikën, atëherë unë dhe ti duhet më bepas në kontroll i nefsin apo epshin ton, dhe siguri pra ti do t'jesh në të kuptimin jo i udhëzuar ki qenë jashtë kësaj feje, po do t'jesh i përqëndrum, do t'jesh i fort dhe do t'jesh njeri i cili do të pritet prej teje shumë mirësi në këtë botë. Atëherë xhamat, pse njeriu drejtohet drejt mëkateve? Pse njeriu drejtohet drejt mëkateve? Përgjigjja është neglizhenca ndaj qëllimit. Shka i be kjo xhamat neglizhenca ndaj qëllimit? Një prej shkaqeve që më së shumti njeriu e detyrojnë pra ta bëj mëkatin ndaj Allahut është mosnjohja e qëllimit të tij. Mosnjohja e qëllimit të krijimit të tij. Pse ka ardhur pra në këtë dunjë? Përse jeton ai? Përderisa nuk e kemi definu pra qëllimin e ardhjes qëllimit në këtë botë xhamat, përderisa nuk e kemi përkufizu, ke pa se lindin probleme të një pas njësh. Dhe definimi i adhurimit që më pëlqeu fort xhamat një nga dietarët kur ka thonë se është fjalë a vepër e dukshme apo e msheft, që Allahu është i kënaqur me ta. Kjo është pra adhurimi xhamat. Kjo është ibadeti që e kërkon për Allahu. Fjalë apo vepër, qoftë e dukshme apo e msheft, me të cilën pra Allahu është i kënaqur me ta. Kur e din ti qëllimin e ardhjes në këtë botë, për shka Allahu më ka kriju, ki njeri pra do të jetë në gjendje të kontrollon epshin e tij. Ibn Qayyim, një nga dietarët e mëdhej, ka thonë: ignorantët që nuk kanë dituri, më shpejt veshin rrobat e nënçmimit dhe poshtrimit se sa rrobat tjera. Ai cili nuk ka dituri pra, ai cili nuk e di qëllimin e ardhjes në këtë botë dhe krijimit të tij, kjo është më afër poshtrimit dhe nënçmimit në jetën e tij. Ndërkaq me një hadith pejgamberi jon alayhi salam ka thonë kështu: lufta më e rëndë është kur njeriu lufton pra e mposht vetveten dhe pasionet e tij. Kjo është lufta më e rëndë që e bën pra njeriu. Çfarë xhamat? Kur e mposht vetveten dhe pasionet e tij. Ka një hadith që besoj se ka nevojë për ta qartësuar se njeriu kur e dëgjon këto thot çfarë qen ka puna e xhenetit dhe çfarë është ajo e xhehenemit. Me një hadith pejgamberi Allahut ka thonë kështu: xheneti është i rrethuar me gjëra të pakëndshme për njeriu, kuptohet, ndërsa xhehenemi është i rrethuar me gjëra të pëlqijshme për të. Hadithi është i saktë për xhamat, e transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi. Domethënë, përderisa e dëgjojmë pjesën e parë, xheneti është i rrethuar me gjëra të pakëndshme, që i bie se ai i cili e mendon suksesin jetën e tij, ai duhet të angazhohet. Kur i themi pra një nxënësi, një studenti se ka diplomu, kur ai pra çohet herët, shkon në ligjërata, jep provimet, shkon në semestrin tjetër, përsëri me provimin, e kalon provimin, ka dert provimin, çfarë bani me a e dha apo nuk e dha, edhe më në fund kur ta marrë indeksin, thot unë kam kalu, thot unë diplomova. Për më uqu edhe me agjeru, tanë ditën njeri duhet të angazhohet, si firi, pastaj buna, angazhimet, vaktet, vizita, krejt që këto janë pra xheneti, na qenë ka i rrethuar me vështirësi xhamot. Ai cili ja ka mësi me marrë rrogë të ndershme, ai duhet me majtë 8 orë punë për shembull, duhet me shku nga mëngjesi deri ora 3-4. Kjo është angazhim. Ai cili do me punu tokën, duhet me lavru arën, e me mel farën, e me livru bereqetin, me ujit krejt që to sende. Këtë këto janë angazhime xhamat. Prandaj për me ardhë deri të ajo shpana shtekanshme, na duhet angazhime, na duhet punë. Ndërkaq ajo shpana është e rrethuar pra me gjëra të pëlqijshme, xhenemi, thot pejgamberi jon alayhis salam,
thot është ajo shumë e lehtë. Njeriu e ndëgjon epshin e tij. Thot, unë pse mu qu me ninu? Pse mu qu në sifir me ninu ditën? Epshi i del ajo epshi i ti që e mund arsien dhe logjikën në xhamat. Qetri thot, pse unë me dal me fal namazin në xhamat? Po flej, po rrin në shtëpi me gratë. Edhe ki mo nuk kanë shka e kontrollon, pra ka kontrollon epshin, dëshirat e tia, jashtë kufive xhamat, dhe ki nuk del me fal namazin në xhamat. Qetri thot, unë pse me shku me punu, e baj një hile, shkoj bjedhi dikon, e baj një mashtrim, edhe më në fund e qes ditën me një mashtrim. Edhe kje e kanë dëgju pra epshin. Prandaj, përderisa në hadith përmendë se xheneti është i rrethu me gjërat e pakëndshme, i bie edhe një send që dume me përmend xhamat. Ato gjërat e pakëndshme që për epshin normal janë të pakëndshme, nuk janë për te i mundësive tona xhamat. Nuk janë për te i mundësive tona. Zoti e ka bo agjerimin 1 muj. Nuk e kalon 5 muj e 6 muj, zorë, s'po mujna me majt. Allahu e kalon pra mundësin tonë 5 vakte me i falë. Brenda mundësive tona, nuk kanë diçka e pa mundur, s'po muj me akceptu, si muj me bohën e këta. Zoti kalon pra edhe natën për gjumë, me pushu, pasaj ditën mu angazhu me punu për fëmijët dhe familjen tone. Gjithë shka qka është, neve në do këtë e pakëndshme, po në realitet është mbrenda mundësive, mbrenda kufive që i ka caktu Allahu i madhnushëm. Prandaj xhamat, çdo shkelje asaj që Allahu e ka ndalu, është njëjtën kohë shpërfillje dhe ka pasoja në jetën tënde. Prandaj merre si rregull. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë kështu: kush i shmangët udhëzimit tim, nuk do të gjejë rahatin jetën e tij. Kështu Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë: kush i shmangët udhëzimit tim, nuk ka për gjetë rahati pranë jetë. Edhe njerëzit e morën shumë me të madhe, e shumë u shpërnda, e shumë u përkthi, kur tha Bill Gatesi, ai i cili ishte multimiliarder xhamat, ndoshta njeriu i parë në botë me pasuri të pafund në xhamat, pasuri të pafund, kur tha, mos i qortoni ata kur neve na thonin se lumturia nuk ka në pasuri. Pra njeriu kur i hec mas epshit të tij, ky njeri pra nuk është i lumtur. Dhe ai kur e kuptoi xhamat, e kuptoi pra në fundin e jetës së tij, kur e pa se nuk është pra gjithçka pasuria. Nuk ka gjithçka pasuria, po pasuria pjesë e kësaj jete kur është brenda kufive. Dhe ky njeri më në fund sikur doli edhe e vërtetoi pra ajetin kuranor se ai njeri i cili i shmangët udhëzimit të Allahut nuk ka me pas rahatin jetën e tij. Kjo është ligji i Allahut xhamat. Ai i cili mundohet me përmbush epshin e tij, ky njeri është i poshtruar në këtë botë. Ai kujtohen para disa javësh ato dosjet e Epsteinit çfarë banën xhamat, çfarë bujë të madhe, kur ata i shfrytëzonin edhe ato vajzat e mitura të vogla. Pra njerëz që i te i kaluan kufit e njerëzorës i te i kaluan, edhe e vërejtëm dhe pam se pasuria kësaj bote në dorën e kujt ka në xhamat. Pasuria ka në dorën atyre njerëzve të cilët bojnë zullum edhe me atë vajzën e vogël që i kap 4 vite apo 5 vite. Ato figurat mëdhoja që i shohim në jetën tonë përditshme, na doli se këta njerëz e psharak, këta njerëz që nuk dinë kufin jetën e tyre, kanë banë që t'jenë të poshtruar edhe në këtë botë, po sigurisht edhe në botën tjetër. Ka një thonje, thot kështu, se herë që i afrohem Zotit, se herë që i afrohesh Zotit, nga ti hiqet diçka që nuk është e jotja. Kur i afrohemi Zotit xhamat, nga ti hiqet diçka që nuk është e jotja. Kush nuk është e jotja? Ashpërsia, friga, mendjemallësia, iluzioni.
derisa mos mbetet para teje vetëse e vërteta jote për të cilën je kriju. Kështu kuptoje xhamat. Më afër Zotit je më larg ashpërsisë, frigës, mendjemallësisë dhe epshit. Prandaj xhamat, ne jemi të rrethuar me shumë të mira në këtë dunjë. Ne alhamdulillah kemi familje, kemi miq e dashamirë. Kjo është një mirësi e madhe. Na shumica që kemi dalë prej shtëpive tona, kemi dalë nga familjet e tona. Kemi dalë nga ajo që e mban afër Zotit tije, pra mban ajo gru edhe ajo nan. Ato fëmijët e tu për cilën ti angazhosh për mirëmbajtjen e tyre dhe kujdesin dhe gjitha gjërat e mira. Kjo është një mirësi e madhe. Por mos të harrojmë xhamat se njeriu e shoqëron gjithmonë epshi i tij dhe ki epsh e ban që ata mos jetë tamam që çdon pra Zoti, po dëshiron gjithmonë pra ta devijon. Prandaj interesimi për veshjen e fëmijës, ushqimin e tij, shëndetin dhe gjumin, e gjithë kjo quhet kujdes. Mbajnë mend xhamat, përderisa interesohesh për veshjen e fëmijës, ushqimin e tij, shëndetin dhe gjumin, kjo është kujdes. Ndërsa interesimi për mendjen e tij, vlerat dhe mënyrën e të menduarit, kjo është edukim. Që kjo neve po na intereson mas shumë të xhamat, pra çfarë vlera ka familja jonë, çfarë mendime kanë familja jonë, dhe më në fund pra cila është mënyra e të menduarit dhe të edukuarit në jetën e tij. Prandaj ata çfarë duam na xhamat është që zemra jonë të na tërheq pra drejt Allahut. Ibn Gjauzi ka thonë një fjali shumë të madhe. Udhëtimi tek Allahu bëhet me zemër e jo me hapa. Udhëtimi, ka thonë, drejt Allahut bëhet me zemër e jo me hapa. Po e vërtet se në xhami vim me hapat e tonë, mirë po tek Allahu shkohet me zemër, me lidhjen që kemi ndaj tij. Prandaj aja është forca e kthimit tek Allahut përderisa je larg tij. Ka një send që duhet ta përmendim xhamat, përderisa përmendim atë forcën që e dëshirojmë na. Cila është ajo? Keqarrja për largimin. Me thonë kështu, pse u largova nga Allahu? Çka fitova që u largova prej Allahut? Dhe çka humba unë kur isha me Allah. Dikuj do i doket një fjali e paqartë. Kur dikush ka mendu se do të fiton nëse largohet nga Allah, ti mendoje xhamat, çka ke hum kur je kon te Allah? Asgjë s'ke hum. Kur je kon afër Allahut, ti je kon pra shpëtues i vetvetes dhe ngallnjues ndaj epshit xhamat. Prandaj pika e parë është që duhet na ta kemi parasysh keqarrja. Keqarrja, largimi nga Zoti. Nuk mjafton vetëm pendimi xhamat, edhe një send duhet ta kemi qartë. Nuk mjafton vetëm pendimi. Po e vërtet është mu pendu. Mirë po, ajo gjunohi le gjurma edhe pas pendimit. Këtu duhet na të mundohemi ti fshim nga mendja jonë, ti fshim nga përditshmëria e çdo besimtari. E dim rastin me Abu Dherr al-Ghafarin, i cili u pendu dhe u bë një musliman i mirë. Mirë po, akoma kishte shenjat e ignorancës. E dim atë rastin me Bilalin, se si e akuzoi Bilalin se ishte vetëm i ngjyrës tjetër, ishte rasës tjetër Bilali. Atëherë pejgamberi jon alayhis salam i tha atij, o Abu Dherr, akoma ka tek ti shenjat e ignorancës. Akoma ka shenjat të ignorancës. Prandaj kur dëgjojmë se filani a shpendu, ki njeri duhet dal nga dal t'i fshin edhe ato gjurmë që kanë lënë pra në kujtesën e tij, kanë lënë gjurmë në jetën e tij. Ke po, kur njëri ban një intervenim në një operacion, shkon te doktori, operacioni i suksesshëm. Mirë po, ati çfarë i thuhet mas atij operacionit suksesshëm?
kësirës që duesh me bon një trajtim ti, një trajtim mjekësor, 6 muaj, mas 6 muajve me shku apet të doktori. Operacioni i suksesshëm, mirë po duhet me shku mas 6 muajve për shembull të pen në kontroll. A kanë në dëgjim të parë operacioni i suksesshëm, mirë po mos harrojmë xhamat se ajo smundja kalon pasoja, trajtimi mjekësor duhet merret përsëri me shku për atë doktori. E ne si besimtar xhamat, krahas pendimit të cilën e ne e përdorim dhe e kemi istigfarin, mos harrojmë se këto gjurma të ignorancës duhet mundohemi me çdo kusht i fshim me kalimin e kohës. Kur jemi te ajo çfarë shumë e rëndësi xhamat, me e plotësu dhe me dëshmu vetën për të bo punë të mira. Ka një ngjarje që duhet ta ndërlidhi, dikush ka të drejtë me thonë, sot është i 5, i 6, i 7 epopeja e UÇK-s, shumë me vend. Nesër i 7 dita e mësuesit, i 8 dita 8 marsit, dita e nanës, një koha kanë që ta shpithojnë dita e grus. E pse nuk fole për këto? Folim në xhamat në shtator gjithmonë pra për ditën e mësuesit, sepse 9 muaj un jam zakonisht me fëmijët e juaj në xhami. 9 muaj me vite me fëmijët e juaj. Po një gjë duhet ta përmendi si një rast që na ta marrim si mësim, përmendet nga një ngjarje e vërtet kur një djalë i ri ka qenë në një anije dhe nga korreshtja për të pas çfarë është duke ndodhur me ujin dhe me dallgat, ai pa dashje bie në ujë. Pa dashje ka rënë në ujë. Është mundu për me dal e ka qenë e pamundur. Ja kanë ofruar ato gomat, përsëri nuk ka mund me shpëtu dhe një tjetër njeri kërcen në ujë dhe shpëton ata. E nxjerr nga uji edhe e lëdojnë me një vend në anije. E atë djali i ri derisa përmendet, pra derisa vjen në vetdije dhe nis edhe pyet, e kush është ai i cili më shpëtoi mua? Ata i kanë thonë që i kanë dhënë ndihmën e parë, i kanë thonë ky filani tiet ka shpëtu. Filanit ka shpëtu. Ki ka nis me falëndëru, ndërka shpëtimtari i ka thonë kështu xhamat. Shpëtimtari i ka thonë kështu. Ti tash dëshmoje veten tënde me veprat mira për këtë sakrificë të madhe që kanë bënë për ti. Thot, unë sakrifikova për ti dhe tash ti dëshmoje për veten tënde me veprat mira. Që i bie xhamat për ta kuptuar dhe më qartë. Për shembull, kjo xhamia jona e ka emrin Molla Sadiku. Ai është një nga dëshmorët e këtij populli, që as nuk i dihet varri ku e ka pra ki dëshmor, ki hoxh Molla Sadiku. Dhe ne duhet ta dëshmojmë veten tonë, edhe ata që kanë dhënë pasuri në ndërtimin e kësaj xhamie. Dikush pra ka nda altanin, dikush ka dhënë unazën, dikush ka dhënë parë për ndërtimin e kësaj xhamie. E dëshmia jonë si është, duhet me ardhë me fal namazin xhamat. Duhet ta mirëmbajmë xhamin tonë. Ki popull xhamat ka dhënë pasuri, ka dhënë dëshmor, e ka invalid. Mendoj sa njerëz kanë rap për të mirën time dhe për të mirën tonë. Mendoj sa njerëz kanë dhënë jetën. Nuk mjafton vetëm vizitat e varrezat. E disa një minut heshtje, e disa me një mini elham. Asnjënën mos me bë xhamat, asnjënën mos me bë nuk prish punët e ato. Na çfarë duhet mi thon vetes? Ata burra kanë dhënë jetën. Sikur më thon mu edhe ti, dhe ti tash dëshmoje me veprat mira në jetën tënde se vërtet unë jam dëshmor, unë kam dhënë jetën, pas vete dikush ka lënë fëmijën tim, dikush ka lënë nanën duke qarë, keq që to i ka lënë, edhe unë edhe ti tani duhet me dëshmuar për të bërë punë të mira. Kjo është kuptimi i asaj që ne si besimtar duhet ta kemi xhamat. Nëse shohim një vepër madhështore dhe ti je krenar me atë veprën madhështore, kjo nuk mjafton vetëm një foto e mirë e një postim, po mi thon vetes, dikush mu më ka linë këtë dunja, e dikush më ka rritë, më ka eduku, unë e kam prindin, dhe na duhet ta dëshmojmë me respekt dhe me nder ndaj prindit tonë.
Qetri me thonë, dikush mu më ka mësu, pra, kam një mësues që mi ka mësu shkronjët, ka dhonë mundin dhe sakrificën. Unë duhet me dëshmu pastaj me punë, me mësime, falë ati kontributit që e ka dhonë për mësuesin jam. Asha xhamot, si është e ndërlidhur jeta jonë, pra. Si është e ndërlidhur. Jo rastisht, ai shpëtimtari i ka thonë ati djalit të ri, ka thonë nuk ka nevojë për falënderime, por ti dëshmoje pas këtij rasti, duke bën vepra të mira se vërtet ti e ke merituar me ta shpëtu jetën tënde. Edhe na xhamot duhet ta dëshmojmë jetën tonë me vepra të mira se dikush për neve ka sakrifiku. Ka sakrifiku me pasuri, dikush ka sakrifiku me shëndetin, dikush ka sakrifiku, ka dhënë jetën e tij dhe tash na duhet që jemi pra nga ata të cilët Allahu në librin e tij fisnik ka thonë dhe ju bani gara për të mirë. Garoni njëri me tjetrin për të bën vepra të mira. Dhe mendon pra sa njeriu është burgos për këtë popull, sa njeriu ka dhënë jetën për të mirën e këtij populli, sa njeriu sot lirshëm na vim edhe folim vëllazën, vim edhe folim lirshëm para juve këto, sa hoxha është i burgosur në sistemin komunist, sa të njeriu ka vujt edhe ka hek, edhe është vëra dhe a maltretu, edhe ka nejt me vite, dhe më në fund ka arë puna, une me arë këtu me dalë me forë lirshëm, me arë ti si gjemat, me arë me ngu lirshëm, me qu fëmijën tanë në gjami pa pengesa, mu konë krenar me fëmijën tanë, asha gjemat sa vujtje populli jonë ka pas, edhe më në fund, qëfar duhet une me ba, unë edhe ti pra duhet më konë nga ta vërtet me dëshmu, duke bon vepra të mira. Inshallah o Zot, jemi dëshmitar pra, dhe ti mbi gjitha je dëshmitar për neve, për gjithë atë mundin që të cilën na po japim, falë atyre burrave që kanë dhënë pra që kanë dhënë jetën, kanë sakrifikuar gjithçka, vetëm e vetëm të shfrytëzojmë dhe ta kemi këtë liri që sot na e gëzojmë. Gjithë ata që kanë sakrifikuar me jetë, me pasuri, Allahu i shpërblef të burra, e na të cilën po e vazhdojmë pra tani mo në liri me qenë në dëshmitar gjeneratat të cilët do të vinë më vonë do të dëshmojnë se dikush ka dhënë jetën, ama dikush vërtet e ka dëshmu duke bën punë të mira, dhe kështu gjenerat pas gjeneratave do të jemi ata të cilët inshallah dhe Zoti do të dalim para Allahut faqebar. Dhe si sagonisht xhamat e kemi rënë dhe çdo muaj që i lipim xhamatit tonë për mirëmbajtjen e xhamisë. Nuk e lam javën e fundit, dal nga dal duke përgatit pastaj për Bajramin, fundi Ramazanit, fikrat e kështu me radhë, po ne si zakonisht për në javën e parë të muajit që he, kërkojmë ndihmën e xhamatit tonë për mirëmbajtjen e xhamisë sonë. A përmendëm, kjo xhami e ka emrin e Molla Sadikut, dëshmor. Dikush ka dhënë pasuri dhe tani na po e gëzojmë pra, 200-300 euro, dhe tash mendoje unë edhe ti me kontribu me 100, me 200 denar, me 500 denar, me 1000 denar, më konë vazhdimësi e ati kontributi që kanë dhënë ato burra, bajnë men hadithin dhe kuptojë gjithmonë e jetë, me a kallëzu edhe fëmijës tanë, edhe nipit, edhe mesës, ku thot pejgamberi jonë a.s. Pasuria nuk pakso duke dhënë sadak. Thot pejgamberi jonë a.s. Pasuria sadakaja të mbron nga fatkeqësitë. Këto hadithe le të na shoqërojnë neve gjithmonë jetën tonë xhamat. Dhe tani ne kur kërkojmë për xhamin tonë, kërkojmë inshallah për të mirën e xhamatit tonë, për të mirën e fëmijëve tonë. Zoti e shtoi pasurinë tonë, Zoti dhash bereqet në pasurinë tonë. Allahu inshallah ki agjerimi jonë dhe çdo vepër e jonë e mira, lusim Zotin të jetë në peshon e veprave tona të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.